Marie, mirë plotë Zoti me ty, bekuar je mbi të gratë, familje, në shkollë, në shtëpi, ecim dhe jetojmë me këshillat
e nanës tonë që dhure. E ardhe këtu, e jona, si besimtar, vërtet, nga rajonet të ndryshme të Italisë, nga Piemonte, Toskana, Veneto, Roma, e shumë vendet e tjera që nuk i di, por kemi ardhë këtu, ashtu si vlezër dhe motra, edhe me vlezërit arbresh të ardhur nga juga Italisë, me vlezërit musliman të ardhur nga Shqipëria dhe nga qytetet të ndryshme të Italisë, dëshiroj të shprej besimin e thellë, ashtu si që na mëson kisha, se tek Jezusi, shpëtimtari ynë, shkohet vetëm nëpërmjet Marisë. Kjo është rruga më e sigurt. Kjo është rruga që duhet të ecim dhe të ndjekim të gjithë ne. Është pikërisht ajo rrugë që e ka zgjedh vetë Hyi për të na ardhur të gjithë neve në takim. Le të shkojmë tek Maria, nana këshillit mirë, sepse ajo na çon te Jezusi, te biri i saj. Vlezër dhe motra, ajo si nanë e kujdesshme na merr për dorë, na ngrit lart sa herë që ne rrezohemi prej dallgëve dhe prej problemeve të jetës tonë të përditshme, nga më të ndryshme. Dikush dallgë më të forta, dikush më të dobta, por ajo din me qetësu dallgën e zemrës tonë, duke të dash ty, duke të ofru ty në kraharorin e saj, dhe duke të thënë, eja birje, eja bia ime, jemi bashkë, mos ke frikë, le të jetojmë dhe të vazhdojmë, ashtu sikur se Maria na nxit, ashtu sikur se Maria na jep forcë, ajo që është e pranishme në të ndimet e jetës tonë të përditshme, ajo është nana që din me shpreh dhe me dhuru dashuri zemrave njerëzore në botën e sotme, ku është e mbushur plot e për plot me dallë dhe me hadhe dhe probleme. Mungesa nanës është një dramë e madhe, vëllezër dhe motra, në jetën e njeriu. Vetëm ai e din, ose ajo e din që nuk e ka nanën. Ne të tjerë nuk arrim me kuptu. Por ai që nuk e ka dhe ajo që nuk e ka nanën, e din me jetu dramën e madhe të dhimbjes. Por e madhe do të ishte mungesa e nanës tonë qellore në jetën tonë. Nëse ne sot, në jetën tonë të përditshme do të ndjejmë mungesën e nanës qellore, do të ishte drama më e madhe, sepse jetojmë pa nanën qellore, pa zojën e bekuar. Dhe këtë mungesë dhe largësi të zojës së Shkodrës, besimtarët e kanë shprehur me së miri me fjalë, qysha ditë që na u largove, tanat zezat na kanë rrapë. Vëllezër dhe motra, le ta hedhim tash shikimin tek zoja bekume me Krishtin që e ka në krah. Ta sodisim edhe ne pak sekonda në heshtje dhe të kacavirimi edhe ne të gjithë se cili që është i pranishëm këtu, të kacavirit ashtu në qafer dhe në kraharorin e Marisë dhe të ndjenjë vetën, sepse ne jemi bitë dhe bia të saja që ajo na donë. Familje të dashtuna, duajni kështu sikur se Maria fëmijët tuaj, edhe nëse ju kacavirën e përtesha, ju kacavirën e përqaf, vetëm shprehni dashuri sikur se Maria, nana jonë, sepse modeli dashurisë që duhet të shprehim ne ndaj familjes është vetëm Maria, nana këshillit mirë. Prindë të dashur, mos i namni fëmijët tuaj, mos i trajtoni fëmijët tuaj, sepse është dhurata më e bukur që Zoti ju ka gëzuar zemrën tuaja. Vetëm të dini me i pranu dhe me i dashur, me një dashuri amnore dhe atërore. Mos i largoni fëmijët nga vetja duke dhënë telefonin dhe shko, që të rri unë i qenë si prind, e të shkojnë e të mlanë në rahatin e jetës time. Jo, vëllezër dhe motra,
shprehni çdo ditë dhe hapni edhe ju zemrën tuaj dhe duart tuaja dhe krahërorin tuaj, ashtu sikur se Maria, që t'jetojnë dhe të ndihen bitë dhe bijat tuaj në një dashuri të vërtetë, sikur se dashuria e Marisë. Qoftë në Jezu Krishti. Sono nato qui a Genazzano, quindi ho percorso i miei importanti anni. Per il mio vissuto ne conosco bene la storia. La presenza della Madonna ovviamente a Genazzano mi ha preceduto, ma sicuramente ne viene riconosciuto il valore spirituale e etico che la sua presenza esercita su questa comunità. Una Madonna che condividiamo con il popolo albanese, oggi presente nella nostra città, di cui mi onoro ovviamente. Porto i saluti di tutta l'amministrazione, di tutta la cittadinanza, perché questi sono degli incontri che mettono insieme due popoli, il popolo italiano, il popolo albanese, il popolo di Genazzano, il popolo di Scutari, perché calpestiamo la stessa terra, la terra dei nostri paesi, le nostre città, delle nostre nazioni, i nostri continenti e il mondo. E sopra di noi ci sono dei ruoli di carattere religioso che testimoniano questa comunanza di popoli, questa fratellanza, tra cui la nostra Madonna del Buon Consiglio. Ecco il grande significato che raccoglie un percorso religioso verso l'unione di un'Europa che oggi sta soffrendo perché lacerata da una guerra importante, fermo restando che molte altre sofferenze rappresentano ancora degli esiti post Seconda Guerra Mondiale.
cioè questi popoli che dovrebbero ritrovarsi con sentimenti di solidarietà, di sussidiarietà, di inclusione all'interno di una terra che è la nostra terra europea, che significa condividere quello che oggi noi stiamo condividendo qui nel nostro paese, cioè l'incontro tra gli albanesi e gli italiani qui a Genazzano come bandiera di fratellanza. Ci sono dei albanesi, sia di quelli arrivati più di 500 anni fa, ma anche dei arrivi recenti qui a Genazzano? Quelli che sono arrivati 500 anni fa non li conosco, sicuramente conosco gli albanesi venuti di recente per motivi di lavoro, per motivi di familiarità e non trovo delle grosse differenze nel loro comportamento in senso civico, in senso politico, in senso sociale, quindi credo che vanno considerati i nostri cittadini. È questo che noi facciamo quotidianamente. Gli albanesi qui come vivono in questa cittadina? Oltre alla loro presenza, ma che mestieri fanno, si sa? Ma io, per quelli che ho conosciuto ho conosciuto lavoratori operai, lavoratori imprenditori, quindi rappresentano una realtà delle nostre economie, quindi danno il loro contributo alla nostra nazione, quindi meritano il nostro rispetto. In questa bellissima giornata incontriamo anche la professoressa Lucia Nadini, che da un po' di anni sta dedicando, possiamo dire, la sua vita all'Albania e alla storia dell'Albania. Cosa pensa di questa giornata della Madonna del Buon Consiglio? Ma è stata... Intanto io mi occupo dell'Albania ormai da 30 anni, quindi ormai sono in parte anch'io albanese, mi sento scutαρina nella misura in cui ho anche la cittadinanza di Scutari onoraria, ed è stata una giornata estremamente così, che prende il cuore, che prende l'anima, perché è un momento non soltanto di incontro tra albanesi, ma l'incontro tra albanesi e italiani, è l'incontro di fede, è un incontro umano, di legame anche tra i due popoli, quindi è una festa, è stata un'occasione che ha veramente tante sfaccettature. Per me è stata un'occasione molto molto avvincente, ecco, sono grata a Don Antonio che ha insistito perché io ci sia e quindi grazie, sono contenta, ecco, di essere stata a Genazzano. Beh, sai, in effetti Skanderberg e quindi l'Albania centrale e Scutari e l'Albania cattolica del nord. Skanderberg, il soldato di Cristo, Scutari che veniva considerata, giocando sulla parola stessa, scutari, scutum, scudo della cristianità, quindi è il legame in fondo che c'è per decenni dell'Albania, che ha costituito una frontiera anche di fede per l'Occidente, e l'Albania proprio per la sua posizione geopolitica è stata quasi uno stato di cuscinetto tra Oriente e Occidente, e perciò da Skanderberg ha passato la fiaccola in qualche modo a Scutari. Scutari ha resistito, lo sappiamo in quale modo, eroico, e in fondo oggi, anche oggi, è un modo, è un'occasione per ricordare questa fetta di storia, che è una storia albanese, italiana, ma europea.
Pelegrinazhi I shqiptarëve këtu në Gjenacano është shumë I rëndësishëm. Por unë si ambasadore kam dashur që figurën e Zojës së Këshillit të Mirë ta promovoj edhe në Vatikan tek ambasadorët e shteteve të tjera që janë të akredituar pranë Selis Shejt. Dhe në bazë të konferencës të cilën fola pak më përpara, shumë ambasadorë edhe historia e Zojës së Këshillit të Mirë, pra që largohet nga Shkodra dhe shoqëron shqiptarët në kohën e perandorisë osmane, por edhe emri, Zoja e Këshillit të Mirë. Dhe shumë nga ambasadorët më kanë thënë, nuk e dinim që Shqipëria ka një pajtore, emri Zoja e Këshillit të Mirë, dhe gjithashtu vetë imazhi që ne shpeshherë diskutojmë edhe me diplomatë të tjerë, sepse Madonna, Zoja e Këshillit të Mirë, mban Krishtin në krah, dhe Krishti fëmia që ka dorën të hedhur tek nëna që e përqafon. Në aktiviteti që unë kam organizuar për Zojën e Këshillit të Mirë, e veçantë tek ambasadorit ishte edhe historia ardhja nga Shqipëria e Zojës së Këshillit të Mirë, vendosja këtu në Gjenacan, sepse ishin profesorët një niveli shumë të lartë, të cilët bën me kumtesat e tyre sollën edhe materialin me të cilën është bërë muri, ku është imazhi I Zojës së Këshillit të Mirë, e gjithë historia pra është italiane apo shqiptare, pra ishin profesorët Italo Sarro, profesoresha Lucia Nadin që bën një analizë me kumtesat e tyre me anë edhe të dokumentave. Dhe veçanëria e Zojës së Këshillit të Mirë për ambasadorët akredituar pranë Selis së Shejt ishte edhe emri. Pra Zoja e Këshillit të Mirë. Gjithashtu edhe vetë imazhi I Zojës së Këshillit të Mirë, sepse ajo është Zoja e cila mban Krishtin në dorë, por Krishti që ka dorën të hedhur tek nëna që e përqafon dhe faqja e afruar me faqen e Zojës. Kjo është një veçanti dhe një nga imazhet besoj ndër më të bukura të një Madone me birin e saj. Ringrazio Dio che tanti italo-albanesi, tanti albanesi sono venuti. Noi cerchiamo di essere sempre attentissimi alla presenza degli albanesi. Abbiamo volutamente mettere la bandiera qui quasi come se fosse un'extraterritorialità, questa cappella della Madre del Buon Consiglio, perché veramente loro si possano sentire a casa. Ogni albanese, ogni arbresce, ogni italo-albanese qui si deve sentire a casa propria, perché c'è la mamma, la regina, la patrona principale dell'Albania. Ecco, e giorni come questi veramente noi ci sentiamo grandemente onorati, perché capiamo anche il sacrificio dell'assenza di queste immagini. Quando sono stato a settembre a Scutari con il primo pellegrinaggio alla rovescia, cioè siamo andati noi in Albania, e la gente piangeva, ci diceva digli alla Madonna che ritorni, dico io glielo posso dire. Come rettore glielo dica, a lei obbedisce, dico beh non ha obbedito a Madre Teresa di Calcutta che gliel'ha scritto pure. Dico io come rettore volentieri gli do le ferie e viene in Albania. Ecco, poi lei ha scelto di venire in un paesino piccolo, ma e non ha abbandonato l'Albania. È venuta all'immagine quasi per accompagnare i tanti albanesi che per sempre, tanti secoli, hanno dovuto lasciare la loro terra per difendere la loro fede. Quindi Maria si è fatta come con Gesù in Egitto, si è fatta straniera o si è fatta pellegrina, emigrante con i propri figli. E noi qui siamo in questo molto ma molto attenti. E ringrazio veramente tutti, noi preghiamo sempre per tutti gli albanesi. Abbiamo inserito nelle litanie lauretane come penultima invocazione proprio Regina dell'Albania, perché tutti i giorni quella terra e quegli albanesi possano essere protetti e benedetti dalla nostra dolcissima Madre. Quindi buona festa della Santissima Trinità, che è il mistero principale della nostra fede, è l'origine e il fine di tutto. Ecco, veramente che Dio e la Madonna accompagni sempre il popolo albanese verso il cuore di Dio.
Grazie, buona festa a tutti. Koha e zoja, si thonë, si shprehen shumë vetë, që na bashkon në këto ditë festash, pa asë një dallim, vim nga tanë Italia, nuk vim vetëm na që jena këtu afër të Romës, po kena shumë të njerëz që e dëshirojnë me kenë në këtë ditë këtu tek katedralja këtu e Zojës Shkodrës në Gjenacan. Është bukurie rrallë me pas kaq njerëz afër që njihna dhe nuk njihna, nuk ka asnjë problem për ato që ashtu gëzimi është i të gjithëve, thonë, nuk kena asnjë gjë të ashtu siç tha edhe Vescovo i Shkodrës, Vescovo Simoni, Eccellenza, që na jena një kom që në rojmë nanën tonë, edhe kudo që nana jo në thret, na jena prezent. Bile mund shtoshe që në këtë rast mund që unë edhe të privilegjum? Këtë nuk mund të thamë, se të jena të tanë të privilegjum në një rangët e të një klasët. Jena gjithë njësej. Lida, po di që mund të thush për këtë ditë dhe sa njerëz të njoftën takove sot? Taku me shkodërant, shok që i kena pas në Shkodër, i taku me edhe këto. Ditë e bukur, Zoja Shkodrës, si besimtar, për ne është një ditë e bukur. Umloll me tanë, shqiptarët, shkodërant e Italis këto, tanë. Shumë ditë e bukur, u knaqshme. Tash sa vjetë jeni në Itali? Vjetë punët që punoj me kontribute, unë kam 34 vjetë kontribute punët. Dhe me thonë, 34 vjetë që jetoj në Itali, kam fillu si ato të partë që kam kontribu edhe për më ju bashku këty në ligjeve të Italisë, për që të shi edhe në pjesën teme si president i diasporës 19 të Ania, për Romën, president për Romën e Italinë e Jugut, kena ba shumë përparime që pensionet të njifen edhe në Shqipni, edhe në Itali. Edhe mendimin e Zojës Shkodrës? Zoja Shkodrës është para tanë mendimeve tjera. Nuk kena asnjë mendim tjetër para Zojës Shkodrës. Kjo ditë është krejt e saja, po mora një parantezë që me thonë që na shqiptarë do të ndihmojmë njëri tjetrin gjithkund ku jena e gjithkund ku do të jena edhe me qeverinë, nëse qeveria na bashkon edhe në votime do të votojmë për atë që është më e mira, për atë që na mëson Zoja Shkodrës edhe që kena të kanë të mësuar prej prindëve tanë. Festa Zojës Këshillit Mirë që është pajtore edhe mbrojtëse e popullit shqiptar, por mi gjitha është Zoja Nana e Zotit. Jo vetëm Zoja Këshillit Mirë ose Zoja Shkodrës, por është Zoja Nana e Zotit. Jam shumë i kënaqur se pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonshme, si me besimtar, si me autoritete fetare, po ashtu edhe me autoritete civile. Sinqerisht, jam shumë i lodhur, por në krah tjetër Simone falenderoj Zotin që na ka dhënë një ditë bukur, që na ka dhënë shumë bekime, jo vetëm për mua personalisht, por për krejt popullin shqiptar edhe duke populli shqiptar, si thojnë mbasarësit e Gjesh Kastriotit, mbasarësit e Gjesh Fishtes, mbasarësit e Nonës Terezit, martirëve të Mithat Frashit, të Ismail Qemalit, me shku gjithmonë përpara, por me shku gjithmonë përpara, jo drejt lavdis personale, drejt karrierës personale, famës personale, sepse jena të gjithë qenje të vdekshme, por drejt lumnis, drejt unitetit me Zotin që na ka dhënë jetën. Zoja Shkodrës, kisha e Zojës Shkodrës të në Gjenacan është vizitu si nga Papa Gjon Pali II për para se të shkote në Shqipni,
nga Nën Tereza gjithashtu dhe nga personalitetet e tjera shqiptare dhe jo shqiptare. Çfarë jehonet ka pas në komunitetin shqiptar? Unë si meshtar katolik unë shoh jehonin shpirtënore. Edhe shoh jehonin të themelu mi për vujtnin, mi thirrsin. Do me thonë të gjithë na, edhe Nën Tereza që është e kemtojmë në lter, në liturgji, por dhe gjithë personalitetet jena bitë e Zotit. Edhe para Zotit, para syve të Zotit jena të gjithë njësoj. Nuk ka sa është dikush më i madh ose dikush më i vogël, po jena të gjithë bitë e Zotit. Edhe në këtë jetë jena edhe bitë e Shqipënisë. Tu i kenë se jena bitë të njëjtit atë, e bitë të njëjtës nën, atëherë logjikisht i takon me kenë që jena vllazën e motra me njëri tjetrin. Edhe kjo është solemniteti i festës, është pikërisht ky unitet që kam pas me shqiptarëve. Edhe kena pas besimit vëllezërit musliman, kena pas vëllezërit arbresh, kena pas shqiptar prej krejt qyteteve Italisë, po ashtu kena pas qytetarë italianë e tjerë. Edhe kjo është kisha. Korpi mistik i Krishtit është bashkimi. Të tonë zbashkut bëjmë pjesë në korpin mistik Krishtit, se cili prej nesh është një gjymtyr e korpit të Krishtit, të kishës. Po ashtu e njëjta, si thojnë në mënyrë ekuivalente mune me thonë edhe për Shqipnin, të gjithë zbashkut jena Shqipnia, të gjithë zbashkut jena nëna Shqipni. Edhe të gjithë zbashkut nëse ecim edhe e lajmë vedin mu drejtu prej unitetit, prej vlerave të mira, shpirtënore dhe prej vlerave të mira tona kombëtare, ka me na njoftë bota se jena shqiptar, se jena pasardhësit e Gjergj Kastriut. Na qysh në 92-shin, kena fillu këtë pelegrinazh për thonë marrë të Zoja, të nana jonë me fjallë, një knasi e madhe më mledhë me miqe shok, një kosisht Zoja të ne mledhë të anëve me fjallë, kalojmë i ditë bukur, Zoja në një moftë, që me thonë tjetër. Për e ke disa kujtime të kalume kur nana ju ishte gjallë? Një kujtim, nana vite gjithmonë me fjallë këto. Një kujtim që maj mende ka kenë një përvjetor i ke Zojës, nana ishte në spital në kirurgji që do të operote për zemër. Edhe këtu në kish, ka kenë një pript shqiptar si e ka pas emni, nuk më kujtohet, që o lutë për te. 2-3 ditë mrapa, ju anullu operacioni, mi fjallë bani një efekt që i thane s'ke nevoj ma mi ba këtë, dhe vë thanë Zoja, vuni dorën, mi jetën e saj, versmundën e saj. Që me thanë? Kisha e Zojës në Gjenazzano, është edhe kisha ku dikur në kohën e komunizmit në Shqipni, mbledheshin dhe luçin Zojës për të shpëtu Shqipnin nga kthjetrat komuniste, të gjithë ata që ishin kundër komunizmit, të përsekutumt apo dhe të rratisunit asaj kohe. E vërtet, është i kështu. Ma i mendë edhe i gjami fjallë, ma te për të shkrume se në memorje, kur do të prishte kisha, daja jem ishte i pari fes, Monsignor Ernest Shoba. Dom Ernesto. Dom Ernesto e njoftën, se s'do të Monsignori, do të Dom Ernesto, sempli që me kënë emnin e priftit, pa, ja ka drejtu një letër, të i thanë, Enver Hoxha, se janë t'ina prish kishen, një shqitore që është mi fjallë faltore që mërëjtësja e Shkodrës, mi fjallë qëj letër në të. Ma në na o prish, aja kish. Kisha në Baqalek. Kisha në Baqalek. O prish aja u ba një lapidar në vend të ase kish. Por si mërkullia e Zotit dhe e Zojës, u lullëzua aja kish, u ba lapidari u ba dhe her kisha si ka keni fjallë. Zoja Shkodrës në një moftë është një mërkulli, është fati malë mi pas në hymjet Shkodrës, këtë mbrojtëse të Shkodrës, e marë Shqipnisë. Zoti Mark, që mund të në thush për punën tuj shkurtimisht në arkivat e Vatikanit dhe sa pasqyrohet Zoja e Këshillit Mirë në këto arkiva? Faleminderit për ndërvisën. Unë në Gjenazzano është hera dytë vi mas
31 vjeç. Kam qenë në vitin 1993 kur është bërë për lumturimin e Nën Terezës dhe sot jam mas 30 vjeç jam përsëri këtu midis shqiptarëve dhe është një kënaqësi e madhe për Zojën e Shkodrës dhe për Gjenacanon. Në Shqipëri janë bërë shumë studime, por studime me shumë vlera, kanë bërë studiuesit kosovar, kanë bërë Imiri Kastret Miftari, ka bërë dhe një shkodrane, një zonjë e nderuar, një profesore Nusha Zhuba, kanë shkruar dhe kanë bërë shumë të njohur historikun e kësaj figurës Zojës Këshillës Mirë. Në arkivin sekret Vatikanit dhe në arkivat e tjera Italisë, unë kam 15 vjetë që po studioj, kam qenë në arkivin e Napolit, në arkivin në bibliotekën mbretore të Napolit, në arkivin e Grota Ferratës, në arkivin jezuit të Vatikanit, në arkivin e propagandës fidet Vatikanit, në arkivin sekret Vatikanit dhe në bibliotekën apostolike të Vatikanit. Kam gjetë dokumenta për eksodin e parë të regjistruar deri tani të vitit 1396. Në studimet e mia nuk më japin asnjë lloj pengese, por më kanë futur direkt në arkiv për të marrë pas një kufizim gjithë ato që ju kam kërkuar. Zoja Shkodrës na ka bashku tanëve, si që dina, nuk është vetëm se jena, si me thonë tanë, vetëm katolik, po Zoja Shkodrës më lau tanë shqiptarë të Shqipënisë, është e vendorën mini, e në mërën tanëve, e kena gjithë nevoj për Zojën e Shkodrës. Në herën e parë në vitin 1991, kam kënë të parat bashkë me ty më duket, e me shumë një 5 familje shqiptare që e kina hapë këtë vend. Dhe nuk është e vërtet që është 30 vjetë, po është ma të ipër që na vim këto, e festojmë. Kina kalu shumë bukur, e kina kalu për gjithë vjetë bukur, jena një komunitet shqiptar shkodran, jena të mrekullushem që bëjmë qef taman. E njëm me shpirt këtë fest, kanë arë prej tanë Italijet, kanë arë prej Shqipnijet, kanë arë nga tanë Europa, për me festu këtë ditë. Edhe jena shumë krenar për këtë fest për Zojën e Shkodrës. Në mongan Pavlin Preka, që ka kënë njësh, Karlo Radoja, kanë kënë tanë familje shkodrane që kanë marë pjesë. Gjithmonë kina pas emocione, por brezi i ri ka me vazhdu i shala, mas nesh. Na, sidomos na shkodran, falemnes, respekt për tanë ju, respekt edhe i përshnes tanë këtë miqë tonë që i kanë arë tanë shkodrant, që i kanë arë sot këto. Respekt për i tanëve.